Specialistë për hetimin e krimit të Komisariatit të Policisë Malësi e Madhe arrestuan shtetasin QB 42 vjeç, banues në fshatin Vrak, pasi ka thyer masën e sigurisë arrest në shtëpi dhe ka tentuar dalë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Gjithashtu reformatalët në prokurori nisi procedimin penal për shtetasin EG 36 vjeç, banues në fshatin Bog, pasi u kap duke transportuar 3 metër kub lëndë drusore të prerë në mënyrë të kundërligjshme, lëndë drusore sekuestruar si provë materiale. Specialistë për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare reformatalët në prokurori për shtetasit EH 35 vjeç, për vetë penale, falsifikimi i vulave, stampave dhe formularëve dhe mashtrimi, pasi dyshohet se me datë 17/9/2025, me anë mashtrimit ka blerë një numër telefoni dyqan një kompanie telefonike, duke falsifikuar nënshkrimin e formularit përkatës në emër të shtetases MD dhe më pas e ka përdorur këtë numër për të hapur llogari në Instagram. Aktualisht ky shtetas mbahet në ambient të paraburgimit në Lezhë për një vepër tjetër penale. Mele 20 vjeçe, banuese në Shkodër për vend penale, falsifikimi i vulave, stampave dhe formularëve, operatore kompanisë telefonike pasi numri i telefonit që ka shitur shtetasit EH e ka regjistruar në sistemin e emër të shtetases MD, duke përdorur formularin që ka firmuar shtetasi EH. Për këtë rast është bashkëpunuar me stafin e emisionit investigativ Piranjat. Specialistë sektorit të qarkullimit rrugor, reformatalët në prokurori nisi procedimin në gjendë të lirë për shtetasin e ZG 77 vjeç, banues në fshatin Hotiri, pasi u kap duke drejtuar motomjetin pa letë drejtimi. Ndërkohë me datë 22 tetor ka kallëzuar shtetasi AP 41 vjeç, banues në fshatin Bushat, se me datë 4 tetor është larguar nga banesa bashkëshortja e tij, shtetësia EP 35 vjeçe, teksa po punohet për përgjigjen e saj, njofton policia.